Shërbimet e policisë kufitare në pikën Hani Hot kapën shitësin e kërkimit të në 50 vjeç pasi gjykata shkallës së parë e juristin përgjithshëm Tiranë e ka dënuar me 9 muaj burgim për veprim penale vjedhja. Veprimet e tjera procedurale do të kryen në DVP Tiranë. Specialistë sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetësin SHK 44 vjeç banues në Shkodër pasi u kap duke drejtuar motomjetin në gjendje ndehur. Gjithashtu specialistë sektorit të qarkullimit rrugor referuan dalë në prokurori ku nisi procedimin e gjendje lirë për shtetesit në 61 vjeç banues në Shkodër pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa lejë drejtimi, një 15 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjetin pa lejë drejtimi, me G 49 vjeç banues në fshatin Vrak pasi duke drejtuar motomjetin pa lejë drejtimi është përfshirë një aksident me dëmë materiale. Specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan dalë në prokurori ku nisi procedimin penal për shtetasit BA 61 vjeç banues në Shkodër dhe BA 60 vjeç banues në fshatin Shtoj Vjetër pasi u konstatua se kishin kryer punimin ndërtimi pa leje. PP 20 vjeç banues në fshatin Grudere pasi u kap duke transportuar 3 metër kub lëndë drustore të për në mënyrë të kundërligjshme, lëndë drustore sekuestrua si provë materiale. GA 72 vjeç banues në Shkodër pasi ka kazzuar shtetësi HA 73 vjeç se 72 vjeçari ka shkatëruar një rrjeteli me të cilin kishte rrethuar burrin e banesës. Specialistë për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Velipoj referuan dalë në prokurori për vlerësim pasi ditën e dieshme në fshatin Pulej Plazh aksidentalisht ka rënë zjarr dhe sipas së është djegur plotësisht lokalin në pronësitë e shteteses MF 59 vjeçe. Specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaujdese referuan dalë në prokurori për vlerësim pasi ditën e dieshme është paraqitur në spitalin e Shkodrës shtetësia gjermane AM 76 vjeçe, e cila dyshohet se është rrëzuar aksidentalisht në ambientin e një kompleksi turistik në fshatin Barbullush. 76 vjeçari është jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale janë referuar prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juristit të përgjithshëm Shkodër për veprime më tejshme.